Për vetëvendosjen, e pyet vetëvendosjen, drejta e propozimit i takon partisë fituese, aja ka bërë një propozim dhe ne si partnerët e koalicionit, më të them kështu, jemi pro të gjithë 7 nga deputetët tonë të grupit multietnik që ta votojmë kandidatin e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje. Të tjerat nuk janë punë e jona. Unë mund të them që propozimi i takon Lëvizjes Vetëvendosje, ai ka bërë propozimin e saj dhe ne të tjerë si partnerët e koalicionit jemi në rregull me propozimin e Albërin Haxhi për kryetaret e kuvendit dhe do ta votojmë. O pashim më mirë. A ke lexuar mesazhin? Lexoj mesazhin, sot informat, lexoj mesazhin. Qëllimi ka qenë dhe mund të jetë prap që ata dëshirojnë të jenë pjesë me votën e tyre në një proces në mënyrë që të krijohet ideja që ka në koalicion. Është shumë e qartë që as Lëvizja Vetëvendosje, këtu mund të them edhe për ta, po dhe ne si grup multietnik nuk jemi të interesuar të jemi në asnjë koalicion ku janë edhe lista serbe për shkak se është lista e cila i prind në dëqisi. Këtu atëherë tash dhe nesër. Mirëmbrëmje.